Shkojmë drejt për të ndjekur nga kryesia e kuvendit Jorida Tabaku. Organizuar dhe intimidimi verbal dhe politik. Këto janë faktorët kryesorë që kanë bërë të mundur rënjen e indeksit të lirisë së medias në Shqipëri. Kjo, shoqëruar njëkohësisht dhe me lidhjen e interesave ekonomike me pronësinë e medias, e bën të pamundur që media sot në Shqipëri të jetë e lirë. Ashtu siç u diskutua këtu, rasti i News 24, rasti i sulmeve ndaj gazetares Kristina Voko, Klodi Lala, Isa Myzyraj, Ambrozia Meta dhe shumë raste të tjera tregojnë që sot qeveria, kryeministri përdor anatemimin, sulmin ndaj gazetarëve për të ushtruar presion ndaj tyre. Dhe sigurisht që është e rëndësishme për të kuptuar që raporti i prezantuar nga qeveria dhe nga kryeministri nuk tregon që qenia e më shumë zërave opozitar sjell më shumë transparencë në media, po tregon vetëm faktin që sot ka një sër mediash të cilët kohën televizive e shfrytëzojnë duke kritikuar dhe opozitën, po kjo nuk llogaritet në minutazh kohe si kohë televizive për opozitën. Ka një lidhje shumë të rëndësishme ndërmjet lirisë medias dhe demokracisë, dhe në 3 nivele konkrete duhet ta theksoj këtë. Së pari, llogaridhënia, që fatkeqësisht nuk po ekziston. Nuk është se gazetaria hetimore sot lihet e qetë dhe sulmet e fundit ndaj shkrimeve investigative këtë e tregojnë. Abuzimet me fondet publike, nepotizmi, korrupsioni në shpesh raste mbeten të pakzbuluara. Së dyti, elementi më i rëndësishëm që ne po diskutojmë është pluralizmi, një hapësirë mediatike e shëndetshme që i garanton qytetarët që të kenë disa alternativa të ndryshme për të informuar, dhe së treti, besimi institucional, shoqëria me median e lirë të regjistrojnë nivele besimi që fatkeqësisht dhe kjo nuk ekziston. Dhe çfarë duhet bërë në këtë kontekst? Në këtë kontekst ajo që është e rëndësishme është që së pari të kemi një pavarësi editoriale në radio televizionin publik shqiptar, së dyti një pavarësi institucionale, jo vetëm në RTS, po dhe në rastin e Amës, në raportimin që Ama pati këtu në parlament u bë publike për të gjithë, që në asnjë nga rastet kur ka pas presion mbi gazetarët Ama nuk ka reaguar, në rastin e News 24-s nuk ka reaguar, ka një varësi të theksuar të vendimeve të cilat kanë karakter politik, dhe së treti, qeveria fatkeqësisht ka qëndërzuar gjithë informacionin me agjencinë e re që ato kanë krijuar për kontrollin e informacionit. Dhe unë dua ta mbyll dhe e gjej të domosdoshëm që të them 2 gjëra. Liria e medias nuk mbrohet nga gazetarët. Liria e medias nuk mbrohet as nga shoqëria civile. Liria e medias mbrohet sigurisht nga institucionet, mbrohet nga ato që heshtin, liria e medias mbrohet nga e gjithë shoqëria. Prandaj është shumë e rëndësishme sot që ne së pari të luftojmë dizinformimin që vjen nga qeveria, dizinformimi me protestën, dizinformimi me raportet që paralele që kryeministri i vendit është duke publikuar, dizinformimi me çdo lloj lajmi i cili sot kontrollohet nga qeveria. Së dyti, të sigurojmë një kuadër ligjor, dhe unë në emër të opozitës atje kam ofruar mbështetjen maksimale për ndryshime të cilët lidhen me kodin penal, që fatkeqësisht u refuzuan nga qeveria dhe u bën të pjesshme. Së dyti, mbrojtje reale ligjore ndaj gazetarëve kundër padive abuzive që njihen si paditë slap, dhe së treti, për sa i përket mbështetjes për të gjitha ndryshimet ligjore që të ketë pavarësi qoftë në emërimet në rregullator tek Ama dhe tek radiotelevizioni shqiptar. Këto nuk janë as opinionet mia, nuk janë as mendimet mia, as mendimet opozitës, po vinë nga raporte, nga analiza të cilët reporterët pa kufi për vite me radhë kanë kryer në Shqipëri. Sulmi ndaj medias, intimidimi, bullizimi, anatemimi nuk e ndihmojnë qeverinë që të mbulojë as abuzimin, as korrupsionin, dhe sigurisht ndihmojnë për të përforcuar sot një sistem i cili ka humbur balancën dhe kontrollin dhe po kthehet në një sistem autoritar. Për këtë arsye është e nevojshme transparenca që ne ofruam sot, transparenca në atë që ne do bëjmë në të ardhmen me procesin ligjor, po njëkohësisht është e nevojshme dhe mbrojtja e gazetarëve nga censurimi dhe nga vetë censurimi. Shumë faleminderit për gjithë ato që ndoqën dhe seancën dëgjimore, dhe faleminderit edhe për komunikimin për mediat.